Si jeni, si kalovët, unë edhe mami jemi këtu, kjo është jeta im, kjo është videon e parë. Dhe jam me mamin sot, dua të pyes mamin, ku ishe rritur? Ku jam rritur unë në Albania. Po, në çfarë vend në Shqipërisë? Unë jam rritur në Lushnjë. Edhe sa motor, sa vllake? Një motër dhe një vlla, ishim 3 fëmijë. Kishe mamin, kishe babin? Normal, kisha një nënë dhe një baba shumë të mirë. Çfarë bëre mamin tënd? Mami im nuk ka punuar, se nëna ime ka qenë e smur, e mbaj mend që ka qenë në Kemp. Nënën time, domethënë e sollën nga Kuksi, e sollën në internim në Savër. Aty nëna ime u njoh me babain tim. Babai im kishte ardhur, që mbaruar shkollën për guzhinier. Aty u njohën në Lushnjë dhe aty e krijuan familjen e vet. Ti je rritur në Shqipëri? Po, unë jam rrit brenda në Lushnjë. Ke shkuar në shkollë, ke bërë university? Po, shkollën e kam bërë, me thënë shkollën e kam pas shumë afër, gjithë lushnjarët e dinë, ai pallati Kujt e shkolla Fotopuka, atje e kam pas shtëpinë, një shtëpi të vogël apartament, një dhomë me një kuzhinë, gjimnazin e bëra te 18 tetori, e pastaj bëra universitetin në Elbasan. Për çfarë vazhdove? Për mësuese. E mbarove shkollën? Po, u diplomova. Shumë pyetje kemi për ti edhe babin, si jeni njohur në Shqipëri. Edhe më thë mua atë histori si shkovi, të tha mami kam një djalë për ty në Amerikë, si funksiono aty në jetën tënde? Kjo funksionoi kështu. Nëna ime